Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra. Hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, mos e bëj. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Efesianëve 5:11. Dhe mos merrni pjesë në punët e pafrytshme të errësirës, por më tepër të i qortoni. Efesianëve 5:17. Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti i Zotit. Efesianëve 5:18. Dhe mos u dehni me verë, në të cilën ka shthurje, por mbushuni me frymë. Efesianëve 6:4. Dhe ju, etër, mos provokoni për zemërim fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshillën e Zotit. Efesianëve 6:6. Duke mos shërbyer për sy e faqe, si ata që duan të u pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtorë të Krishtit, duke bërë vullnetin e Perëndisë me zemër. Efesianëve 6:7. Duke shërbyer me dashuri si për Krishtin dhe jo si për njerëzit. Efesianëve 6:9. Dhe ju, zotërinj, bëni po kështu ndaj tyre, duke i lënë kërcënimet, duke ditur që i tyre dhe juaj Zot është në qiell dhe se tek ai nuk ka asnjë anësi. Filipianëve 2:3. Mos bëni asgjë për rivalitet as për mendjemadhësi, por me përullësi, se cili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten. Filipianëve 4:6. Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim. Kolosianëve 3:2. Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë. Kolosianëve 3:9. Mos gënjeni njeri tjetrin, sepse ju e rreshët njeriu e vjetër me veprat e tij. Kolosianëve 3:19. Ju bashkëshortë, duajini bashkëshortet tuaja dhe mos u bëni të ashpër ndaj tyre. Kolosianëve 3:21. Ju etër, mos provokoni për zemërim bijtë tuaj, që të mos i lëshojë zemra. Një Thesalonikasve 4:5.
5 jo me pasione epshi, si jo hebret që nuk e njohin Perëndinë. 1 Thesalonikasve 4:6. Dhe që askush të mos mashtroje ose të ia hedhë në punë vëllait të vet, sepse Perëndia është hakmarrësi për të gjitha këto gjëra, sikurse edhe ju thamë më parë dhe e dëshmuam. 1 Thesalonikasve 5:6. Le të mos flemë, pra, si të tjerët, por të rrimë zgjuar dhe të jemi të esau. 1 Thesalonikasve 5:19. Mos e shuani frymën. 1 Thesalonikasve 5:20. Mos i përbuzni profecitë. 2 Thesalonikasve 2:3. Askush të mos ju gënjeje kursesi, sepse ajo ditë nuk do të vijë, pa ardhur më parë rënia dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit, i biri i humbjes. 2 Thesalonikasve 3:13. Dhe sa për ju, o vëllezër, mos u lodhni së bëri të mirën. 2 Thesalonikasve 3:14. Dhe në qoftë se dikush nuk i bindet fjalës sonë në këtë letër, shënojeni atë dhe mos u shoqëroni me të, që ai të turpërohet. 2 Thesalonikasve 3:15. Por mos e mbani atë si një armik, po këshillojeni si vëlla. 1 Timoteut 2:9. Në mënyrë të njëjtë dua që edhe gratë, të vishen hijshëm, me cipë dhe modesti dhe jo me gërsheta amear, a me margaritarë, a me rroba të shtrenjta. 1 Timoteut 2:12. Nuk e lejoj gruan që të mësojë, as të përdori pushtet mbi burin, por të rrijë në heshtje. 1 Timoteut 4:14. Mos e lër pas dore dhuntinë që është në ty, e cila të është dhënë me anë profecie, me vënien e duarve nga ana e pleqësisë. 1 Timoteut 5:1. Mos e qorto ashpër një plak, por këshilloje si atë, dhe më të rinjtë si vëllezër. 1 Timoteut 5:19. Mos prano asnjë padi kundër një plaku, veç se kur ka 2 ose 3 dëshmitarë. 1 Timoteut 5:21. Unë të vënë për para Perëndisë, dhe Zotit Jezu Krisht dhe engjëjve të zgjedhur, që të i zbatosh këto gjëra pa paragjykime, dhe mos bëj asgjë me anësi. 1 Timoteut 5:22. Mos i vër duart askujt me ngut dhe mos u bëj pjestar në mëkatet e të tjerëve, ruaje veten të pastër. 1 Timoteut 6:2. Edhe ata që i kanë zotërinë besimtar, të mos i përbuzin sepse janë vëllezër, por të shërbejnë edhe më mirë, sepse ata që kanë dobi nga shërbimi i tyre janë besimtar dhe të dashur. Mëso këto gjëra dhe i këshillo. 2 Timoteut 1:8. Mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin tonë, as mua, të burgosurin e ti, por hiq keq bashkë me mua për ungjillin, sipas fuqisë së Perëndisë. Titit 1:7. Sepse peshkopi, si administrues i shtëpisë së Perëndisë duhet të jetë i paqortueshëm, jo arrogant, jo zemërak, jo i dhënë pas verës, jo i dhunshëm, jo njeri që lakmon fitim të turpshëm. Titit 2:3.
Gjithashtu edhe gratë e moshuara të kenë sjellje ashtu si u ka hije shenjtoreve, jo shpifase, jo robinja ndaj verës së shumtë, por mësuese të së mirës. Titik 2:9. Shërbëtorët të, u binden zotërinjve të tyre, të mundohen të, i kënaqin në të gjitha gjërat, të mos i kundërshtojnë me fjalë. Titik 2:10. Të mos përvetësojnë gjënë e huaj, por të tregojnë një besnikëri të plotë, që në çdo gjë të nderojnë mësimin e Perëndisë, shpëtimtarit tonë. Titik 3:2. Të mos flasin keq për asnjeri, të jenë paqësorë dhe të butë, duke treguar mirësjellje të madhe kundrejt të gjithë njerëzve. Hebrejve 3:15. Kur thuhet, sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos jini zemërgurësi në ditën e kryengritjes. Hebrejve 10:25. Pa hequr dorën nga të mbledhurit bashkëtonin, sikurse ka në zakon disa, por të nxisim njeri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Hebrejve 12:5. Dhe keni haruar këshillën që ju drejtohet juve por si bijve, biri im, mos e përçmo qortimin e Perëndisë dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton. Hebrejve 13:4. Martesa të nderohet nga të gjithë dhe shtrati martesor i papërlyer, sepse Perëndia do të gjykojë kurvarët dhe kurorëshkëllësit. Hebrejve 13:5. Sjellja juaj të jetë pa lakmi paraje dhe kënaquni me atë që keni, sepse vetë Perëndia ka thënë, nuk do të lë, nuk do të braktis. Hebrejve 13:9. Mos e lëshoni veten atyre këtu prej doktrina të ndryshme dhe të huaja, sepse është mirë që zemra juaj të forcohet me anë të hirit dhe jo prej ushqimit, të cilat nuk u dhan asnjë dobi atyre aq sa ecën. Hebrejve 13:16. Dhe mos harroni bamirësinë dhe të, u jepni ndihmë të tjerëve, sepse Perëndisë i pëlqejnë flijimet të tilla. Jakobi 1:6. Por le ta kërkojë me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan vallës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era. Jakobi 1:13. Askush kur tundohet të mos thotë, jam tunduar nga Perëndia, sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja, dhe ai vet nuk tundon asnjëri. Jakobi 1:16. Mos u mashtroni, vëllezërit e mi shumë të dashur. Jakobi 1:22. Dhe bëhuni barës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten. Jakobi 2:1. Vëllezër të mi, mos i lidhni preferencat personale me besimin e Zotit tonë Jezu Krisht, Zoti i lavdisë. Jakobi 3:1. Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër. Jakobi 3:14. Por në qoftë se në zemrën tuaj keni smirë të hidhur dhe grindje, mos u mbani me të madh dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. Jakobi 4:11. Mos flisni keq për njëri tjetrin, vëllezër, ai që flet kundër vëllait dhe e gjykon vëllain e vet, flet kundër ligjit dhe gjykon ligjin, dhe, po të gjykosh ligjin, ti nuk je zbatues i ligjit, por gjykatës. Jakobi 5:9.
Mos u ankoni nga njeri tjetri, vëllezër, që të mos dënoheni, ja, gjykatësi është te dera. Jakobi 5:12. Dhe, para së gjithash, vëllezër të mi, mos bëni be as për qiellin as për dheun, as mos bëni ndonjë be tjetër, por le të jetë, po, ja juaj, po, dhe, jo, ja, jo, që të mos bini në dënim. 1 Pjetrit 1:14. Si bij të bindur, mos i u përshtatni lakmive të mëparshme kur ishit në padijen tuaj. 1 Pjetrit 2:16. Si uni si njerëz të lirë, por jo duke përdorur lirinë si një pretekst për të mbuluar ligësinë, por si shërbëtorë të Perëndisë. 1 Pjetrit 3:3. Stolia juaj të mos jetë e jashtme, gërshëtimi i flokëve, stolisja me ar ose veshja me rroba të bukura. 1 Pjetrit 3:9. Pa e kthyer të keqen me të keqe ose fyerjen me fyerje, po, përkundrazi, bekoni, duke e ditur se për këtë u thirrët, që të trashëgoni bekimin. 1 Pjetrit 3:10. Sepse, kush don ta dojë jetën dhe të shohë ditë të mira, le ta ruajë gojën e tij nga e keqja dhe buzët e tij nga të folurit me mashtrim. 1 Pjetrit 3:14. Por, edhe si kur të vuani për drejtësinë, lumju. Pra, mos kini asnjë ruajtje prej tyre dhe mos u shqetësoni. 1 Pjetrit 4:16. Por, nëse dikush vuan si i krishterë, le të mos ketë turp, por le të përlëvdojë Perëndinë për këtë. 2 Pjetrit 3:8. Por, shumë të dashur, mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet, dhe 1000 vjet si një ditë. 1 Gjonit 2:15. Por, shumë të dashur, mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet, dhe 1000 vjet si një ditë. 1 Gjonit 3:12. Jo si kundër Kaini, i cili ishte nga i ligu dhe vrau vëllanë e vetë. Dhe për çfarë arsye e vrau atë? Sepse veprat e tij ishin të liga dhe ato të vëllait ishin të drejta. 1 Gjonit 3:13. Mos u çuditni, vëllezër të mi, nëse bota ju uren. 2 Gjonit 1:10. Në qoftë se dikush vjen tek ju dhe nuk sjell këtë doktrinë, mos e pranoni në shtëpi dhe mos e përshëndetni. 3 Gjonit 1:11. Shumë i dashur, mos imito të keqen, por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndinë. Zbulesa 18:4. Pastaj dëgjova një zë tjetër nga qielli, duke thënë, dilni prej saj, o populli im, që të mos bëheni pjesëtarë të mëkateve të saj, dhe të mos merrni nga plagët e saj. Zbulesa 22:10. Pastaj më tha, mos i vullos fjalët e profecisë së këtij libri, sepse koha është afër.